Lulzim Feyzullahi në Austri ka migruar në vitin 2002 si 18 vjeçar, ëndër e kishte të bëjë mekanik, por rrugët e jetës e çuan në drejtime të tjera, për çfarë ai nuk pendohet. Si për çdo mërgjimtar, edhe për Lulzimin, fillimet ishin të vështira, dyert për të arritur sukseset i kishte të hapura, por nuk kuptonte asnjë fjalë. E gjitha shkon huç. Me kohë gjen shoqëri dhe vend pune, fillon të punojë si ndihmës kuzhinier dhe në të njëjtën kohë të bëjë edhe një shkollim. 9 muaj vetëm ka mësuar. Nga ora 8 deri në 4 shkoja në shkollën profesionale, ndërsa nga ora 5 deri në 9 në mbrëmje mësoja në kurs të gjuhës. Nis rrëfimin e tij për albinfo.at, djaloshin nga komuna e Klinës. Pas përvetësimit të gjuhës, por edhe shkollimit profesional, ai bëhet menaxher i një restoranti, duke vazhduar të integrohet dhe në të njëjtën kohë edhe të arrijë suksese në mësime profesionale. Lulzimi e hapi një restorant në Ebense, një vend mjaft turistik, pranë liçenit të njohur në Ebense. Restoranti quhet Wine and Fane. Ka në pronësi disa lokale. Lulzimi tashmë është një biznesmen i njohur në këtë komunë. Ai posedon disa lokale hotelerie dhe bujtina. Në vitet e fundit ka blerë edhe disa prona në Ebense, edhe një vend parkim në qendër, i cili më parë ishte përdorur nga të gjithë, tani i takon atij. Menaxhimi i mirë, përkrahja e pakursyer e bashkëshortes sime, miqësia me popullatën këtu, kam bërë që unë dita ditës të rritem si biznesmen. Tani së fundmi kam hapur edhe një restorant tjetër, Dawson Beat. Pra, gradualisht duke fituar përvojë, njeriu fillon edhe zgjerohet në biznese të tjera, shprehet Lulzimi, i cili është babai i 2 vajzave. Po të shkonin në Ebense, Lulzimi njihet thuajse nga të gjithë banorët, jo vetëm për sukseset e tij në biznese hoteliere, por edhe si politikan. Lulzimi, asamblist në komunën e Ebensve. Në zgjedhjet e fundit komunale të mbajtura në vitin 2015, Lulzimi fitoi një vend këshilltari komunal në këtë komunë. Mendoj se puna ime, integrimi im dhe respekti ndërsjellët ka qenë arsyeja që unë të votohem nga populli austriak dhe të jem pjesë e këshillit komunal në këtë komunë. Ai mendon se do të vazhdojë të jetë pjesë e komunës edhe në mandatin e ardhshëm. Do të kandidoj sërish në zgjedhjet e ardhshme komunale dhe besoj shumë se do të arrijë të bëhem pjesë e politikës në këtë komunë, thot ai, duke treguar se do të kandidojë edhe për deputet të parlamentit. Unë tash e shumë vite jam pjesë e Partisë Social-Demokrate, kam miqësi të mëdha nga krerët e partisë e me të gjitha strukturat e saj. Shpresoj shumë se do të kandidoj për deputete, pse jo, të bëhem shqiptar i parë në parlamentin austriak. Si një profesionist i hotelerisë dhe politikan i dëshmuar në Ebense, synimet e tij janë që të krijojë kushte më të mira dhe atraktive për turistë si dhe të hap vende të reja të punës. E kam obligim moral që si biznesmen, por edhe si politikan, këtë komunë ta bëj më joshose dhe atraktive për turistët, si dhe të hapin vende të reja të punës, përfundon bisedën Lulzim Feyzullahi.